Mimika Luca është një emër që ka lënë gjurmë të thella në kinematografinë shqiptare. Mimika ishte jo vetëm një aktore e mirë, por ato që njihnin nga afër shprehen se ajo ishte një njeri i jashtëzakonshëm. Një grua me vlerat e larta, me një shpirt të pastër dhe bujar, dhe e gatshme për të ndihmuar çdo që i kërkonte ndihmë. Por jo gjithmonë kemi mundësi për të dhënë. Ndonjëherë duhet edhe dikush tjetër të na ndihmojë kur jemi në nevojë. Edhe pse asnjëherë nuk është bërë publike, ka patur një moment që Mimika Luca ka trokitur në derën e Liri Berishës për t'i kërkuar asaj ndihmë. Këtë moment kaq të vështirë në jetën e tyre e ka rrëfyer djali i Mimikës, Gjergj Luca. Ai tha: "Ka qenë një moment kur unë preka fundin në biznes, pothuajse falimentova nga njerëz dashakeq të veshur me pushtet. Mami e pas sa keq ndjesha, isha në kulmin e moshës, por i shkatëruar moralisht dhe financiarisht. Në ato vite, Berisha kishte pushtetin. Mami e pa që nuk ishte tjetër rrugdalje dhe i trokiti në derë Liri Berishës për t'i treguar problemin. I tha: "Liri, ne jemi mikesha, po djali tim po i shkatërrojnë biznesin, të lutem, bëj diçka." Asgjë nuk ndryshoi. Madje arrita deri aty sa të pija alkool dhe të luaja domino gjithë ditën. Biznesi im preku fundin. Asgjë nuk ndryshoi, edhe pas takimit që mami bëri me Liri Berishën, dhe kjo më demoralizoi pafund. Por Zoti ka një plan për të gjithë ne. Sot unë jam këtu ku jam dhe nuk pranova të largohem nga Shqipëria, edhe pse kisha një shtëpi tjetër në Greqi. E nëse sot më pyesni pse nuk e do Sali Berishën, besoj se përgjigjen e keni marrë, u shpreh Gjergj Luca. A duhej Liri Berisha të reagonte ndryshe për hir të miqësisë apo të drejtës? Na tregoni, si do të kishit vepruar ju në vendin e saj? Lini mendimin tuaj në komente. Koha për të folur është tani.